Në arkivat e sigurimit të shtetit shqiptar ekziston një dosje me kodin Operacioni Bukuresht, dhjetor 1960, e cila për 35 vjet mbeti e vullosur me vullën sekret absolut. Kur ajo u hap në vitin 1995, hetuesit gjetën diçka që i bëri të ngrinin në këmbë, një listë me 7 emra të delegatëve shqiptar dhe pranë secilit emër, një shënim me shkrim dore në rusisht për eliminim. Emri i parë në atë listë ishte Hysni Kapo, zëvendës kryeministri i Shqipërisë, njeriu që në atë dhomë konferencash në Bukuresht kishte bërë atë që asnjë tjetër nuk kishte guxuar, kishte ngritur dorën kundër Nikita Hrushchevit, kundër Bashkimit Sovjetik, kundër 80 partive komuniste që mbushën sallën. Por çfarë e detyroi këtë njeri, që dinte se çdo fjalë mund të ishte e fundit, të nënshkruante dënimin me vdekje të miqësisë me Moskën? Kush e mbrojti atë natë kur agjentët e KB-s pritnin sinjal? Dhe pse dokumentet e asaj nate u dogjën menjëherë pas kthimit të delegacionit në Tiranë? Në mbrëmjen e 23 dhjetorit të vitit 1960, Hysni Kapo hyri në sallën e konferencës së Partisë Mundësitore Rumune me një çantë lëkure të zezë që nuk e lëshoi nga dora as për një sekond. Ata që ishin atje thonë se çanta ishte e rëndë, shumë e rëndë për të qenë vetëm me dokumente. Brenda saj, sipas dëshmive të mëvonshme të gardës personale, ndodheshin 3 gjëra: një kopje e fjalimit që Kapo do të mbante, një revolver Makarov me 6 fishek, dhe një letër drejtuar Enver Hoxhës me udhëzime për rastin nëse ai nuk do të kthehej gjallë. Kjo letër nuk u gjet kurrë në arkivat zyrtare, por 3 ish oficerë të sigurimit të shtetit pohojnë se e panë me sytë e tyre. Pse Kapo shkoi në atë konferencë i armatosur? Çfarë e bëri të besonte se jeta e tij ishte në rrezik të drejtpërdrejtë? Dhe kush e paralajmëroi për atë që po planifikohej në kulisa? Për të kuptuar pse ajo natë në Bukuresht ishte kaq e rrezikshme, duhet të kthehemi pak muaj më parë, në verën e vitit 1960, kur marrëdhëniet midis Tiranës dhe Moskës filluan të çahen. Hrushchevi kishte vendosur të ndiqte politikën e bashkëjetesës paqësore me perëndimin, diçka që Enver Hoxha e konsideronte tradhti ndaj idealeve komuniste. Por kjo nuk ishte thjesht një debat ideologjik, ishte një luftë për pushtet, për ndikim, për kontrollin e vogël Shqipërisë që guxonte të fliste kundër. Në korrik të atij viti, gjatë kongresit të tretë të Partisë Mundësitore Rumune, Hrushchevi kishte thirrur Enver Hoxhën në një takim privat dhe, sipas dëshmive të përkthyesit që ishte prezent, e kishte kërcënuar hapur: nëse nuk ndryshon qëndrim, Shqipëria do të mbetet vetëm. Dhe një vend i vogël i vetmuar nuk jeton shumë. Kërcënimi nuk ishte metaforik. Brenda një muaji, Bashkimi Sovjetik tërhoqi të gjithë ekspertët ushtarak nga Shqipëria, ndërpreu ndihmat ekonomike dhe filloi të bllokojë anijet shqiptare në portet e Detit të Zi. Ishte një rrethim i plot, një përpjekje për të mbytur ekonomikisht një vend që guxonte të mos binte. Dhe tani, në dhjetor, Hrushchevi kishte thirrur një konferencë të jashtëzakonshme të 81 partive komuniste në Bukuresht. Zyrtarisht, qëllimi ishte koordinimi i veprimtarisë revolucionare ndërkombëtare. Por të gjithë e dinin të vërtetën, kjo ishte një gjyq publik. Shqipëria do të akuzohej, do të izolohej dhe nëse ishte e nevojshme, do të hiqej nga harta politike e botës komuniste. Enver Hoxha nuk shkoi vetë, ai dërgoi Hysni Kapon, njeriun e tij më besnik, njeriun që kishte luftuar në brigjet e Vlorës kundër fashizmit, që kishte organizuar guerilën në male, që nuk kishte frikë nga vdekja. Por edhe Kapo e dinte se kjo nuk ishte thjesht një konferencë. Kjo ishte një grack. Dhe ai po hynte në të me sytë hapur. Në natën para nisjes për Bukuresht, Hysni Kapo kishte një takim të fundit me Enver Hoxhën në vilën e tij në blok. Ata folën për 4 orë dhe askush tjetër nuk u lejua të hyjë në dhomë. Por rojet jashtë dëgjuan zëra të larta, dëgjuan Enverin duke thënë: nëse ata të prekin, ne do t'i përgjigjemi me luftë. Çfarë nënkuptonte kjo? A ishte Shqipëria e vogël, me 3 milion banor, gati të hynte në konflikt të drejtpërdrejt me Bashkimin Sovjetik? Apo ishte kjo thjesht një bravadë e dëshpëruar e një regjimi që e dinte se po humbisnin çdo aleat? Kur Kapo doli nga ajo vilë, fytyra e tij ishte e bardhë si gëlqerja, por hapi i tij ishte i vendosur. Ai e dinte se po shkonte në një vend nga i cili mund të mos kthehej kurrë. Aeroporti i Rinasit ishte i mbushur me oficerë të sigurimit të shtetit në mëngjesin e 20 dhjetorit. Avioni që do të çonte delegacionin shqiptar në Bukuresht ishte një Ilyushin i vjetër sovjetik, dhe kjo vet ishte një ironi e hidhur, edhe për të shkuar të sfidonte Moskën, Shqipëria duhej të përdorte teknologjinë sovjetike. Por Kapo nuk tregoi asnjë shenjë nervozizmi.
Ai u ngjit në avion, u ul në ulsen e tij pranë dritares dhe nxori nga çanta një fletore të vogël me kopertinë të kuqe. Në atë fletore, ai kishte shënuar çdo argument që do të përdorte kundër Hrushovit, çdo fakt historik, çdo citim nga Lenini dhe Stalini që do të përdorte për të provuar se Bashkimi Sovjetik kishte tradhtuar revolucionin. Por ai kishte shënuar edhe diçka tjetër, emrat e atyre që ai dyshonte se ishin agent të KGB-s brenda delegacionit shqiptar. 3 emra të nënvizuar me të kuqe. 3 njerëz që Kapo nuk i besonte, por që duhej t'i mbante afër, sepse armiku më i rrezikshëm është ai që të qëndron pas shpine. Fluturimi deri në Bukuresht zgjati 3 orë dhe gjatë gjithë kohës, Kapo nuk foli me askën. Ai shikonte nga dritarja, shikonte fushat e mbuluara me borë të Rumanisë dhe mendonte për atë që po vinte. Ai e dinte se në atë sallë konference do të ishte i vetëm. 80 parti kundër 1. 80 zëra që do të bërtiste, që do të akuzonte, që do të kërkonte pendim. Por Kapo kishte marrë një vendim që nuk do ta ndryshonte. Ai nuk do të kërkonte falje, nuk do të tërhiqej, nuk do të heshte. Edhe nëse kjo do të thotë se nuk do të shihte më kurrë Shqipërinë, edhe nëse kjo do të thotë se emri i tij do të fshihej nga historia, ai do të fliste. Sepse disa gjëra janë më të rëndësishme se jeta. Dhe digniteti i një kombi të vogël që refuzon të gjunjëzohet është një nga ato gjëra. Kur avioni ul në aeroportin e Baneasa në Bukuresht, dielli kishte perënduar dhe era e ftohtë e dhjetorit e goditi Kapon në fytyrë si një paralajmërim. Në pistë e pritnin 2 makina të zeza Volga dhe një grup oficerësh rumun me fytyra të ashpra që nuk buzëqeshen. Protokolli ishte i ftohtë, pothuajse armiqësor. Askush nuk e përshëndeti Kapon me ngrohtësinë që zakonisht rezervohej për delegacionet vëllazërore. Në vend të kësaj, ata e shoqëruan drejt hotelit Athne Palace, një ndërtesë madhështore në qendër të Bukureshtit që dikur kishte qenë simboli i luksit burgjes dhe tani shërbente si shtëpi për delegacionet e huaja. Por Kapo e dinte se çdo dhomë në atë hotel ishte e përgjuar, çdo telefon ishte i kontrolluar, çdo bisedë mund të dëgjohej nga veshët e padukshëm të shërbimeve sekrete. Ai nuk foli asnjë fjalë të tepërt. Ai hyri në dhomën e tij, e kontrolloi për mikrofon dhe i gjeti 3 të fshehur pas pasqyrës brenda telefonit dhe në llambën e tavolinës. Ai i la aty. Nëse ata dëshironin të dëgjonin, le të dëgjonin heshtjen. Në mbrëmjen e 21 dhjetorit, një ditë para fillimit të konferencës, Kapo mori një vizitë të papritur. Dikush trokiti në derën e dhomës së tij në orën 23:30. Kur ai hapi, pa një burr të shkurtër me mustaqe të trasha dhe sy të ftohtë, i veshur me një pallto të gjatë të zezë. Burri nuk tha emrin e tij, por foli në rusisht të përsosur: "Shoku Kapo, kam një mesazh për ju nga Moska. Nëse nesër në konferencë ju kërkoni falje publike për gabimet e Partisë Shqiptare të Punës, çdo gjë mund të harrohet. Nëse jo, pasojat do të jenë të rënda. Shumë të rënda." Kapo e shikoi atë burr për një kohë të gjatë, pa thënë asnjë fjalë. Pastaj, ngadalë, e mbylli derën në fytyrën e tij. Ai nuk kishte nevojë të përgjigjej. Përgjigjja e tij do të jepej nesër, përpara 80 partive, përpara Hrushovit, përpara gjithë botës komuniste. Dhe ajo përgjigje do të ishte jo. Por ajo natë, Kapo nuk fleti. Ai ul në karrigen pranë dritares, me revolen Makarov në preher dhe shikoi rrugët e Bukureshtit. Ai e dinte se diku atje poshtë, në errësirën e natës, kishte njerëz që pritnin urdhër. Njerëz që mund ta merrnin atë nga dhoma e hotelit, ta fusnin në një makinë dhe ta zhduknin përgjithmonë. Nuk do të ishte hera e parë që një kundërshtar i Moskës zhdukej në një kryeqytet të huaj. Por Kapo kishte një avantazh, ai nuk kishte asgjë për të humbur. Ai kishte ardhur këtu për të vdekur nëse ishte e nevojshme, dhe një njeri që nuk ka frikë nga vdekja është njeriu më i rrezikshëm në botë. Ndërsa orët kalonin dhe qielli fillonte të zbehej në lindje, Kapo mori fletoren e tij të kuqe dhe shkroi fjalinë e fundit të fjalimit që do të mbante: "Historia do të gjykojë se kush kishte të drejtë, ne që mbrojmë parimet, apo ju që i tradhtoni ato." Ai e dinte se kjo fjali mund të ishte e fundit që do të shqiptonte ndonjëherë. Në mëngjesin e 22 dhjetorit, salla e konferencës në pallatin parlamentit të Rumanisë ishte e mbushur plot. 81 delegacione, qindra njerëz dhe në qendër të sallës, në një podium të lartë, Nikita Hrushovi, lideri i Bashkimit Sovjetik, njeriu që kishte shpallur se do të varronte kapitalizmin, njeriu që tani donte të varronte edhe Shqipërinë. Atmosfera ishte e rëndë, e ngarkuar me tension.
Të gjithë e dinin se kjo nuk ishte një konferencë normale. Kjo ishte një ekzekutim politik. Dhe viktima ishte ullur në rreshtin e fundit, e vetme, e izoluar, delegacioni shqiptar. Hysni Kapo ishte i qetë, por zemra e tij rrahte si daulle lufte. Ai e dinte se çdo sy në atë sallë shikonte, se çdo vesh priste të dëgjonte nëse ai do të kërkonte falje apo do të luftonte. Dhe ai kishte zgjedhur të luftonte. Hrushovi foli i pari dhe zëri i tij mbushi sallën si një bubullim. Ai foli për revizionizmin e rrezikshëm të Shqipërisë, për dogmatizmin e saj, për refuzimin e saj për të pranuar realitetin e ri të botës. Ai foli për tradhtinë e Tiranës ndaj solidaritetit socialist. Dhe pastaj ai bëri diçka që askush nuk e kishte pritur. Ai e emëroi Hysni Kapon drejt për drejt dhe kërkoi që ai të dilte në podium dhe të shpjegonte gabimet e Partisë Shqiptare të Punës. Ishte një thirrje publike, një sfidë e hapur. Salla u bë e heshtur. Të gjithë pritnin. A do të ngrihej Kapo? A do të fliste? Apo do të heshte dhe do të pranonte disfatën? Hysni Kapo u ngrit ngadalë nga karrigja e tij. Ai mori çantën e zezë dhe filloi të ecte drejt podiumit. Çdo hap i tij jehonte në heshtjen e sallës. Kur ai arriti në podium, ai e vuri çantën në tavolinë, e hapi dhe nxori fletoren e kuqe. Ai nuk e shikoi Hrushovin. Ai nuk e shikoi asnjë nga delegacionet e tjera. Ai shikoi drejt përpara dhe filloi të fliste. Zëri i tij ishte i qetë, por i fortë, i qartë, i pathyeshëm. Ai tha, "Shok, ne jemi këtu jo për të kërkuar falje, por për të mbrojtur të vërtetën. Bashkimi Sovjetik ka tradhtuar idealet e Leninit. Bashkimi Sovjetik ka braktisur revolucionin për hir të komoditetit. Dhe ne, Shqipëria e vogël, nuk do të ndjekim këtë rrugë të tradhtisë. Ne do të qëndrojmë të vetëm nëse është e nevojshme, por nuk do të gjunjëzohemi." Salla shpërtheu. Britm, ulërim, akuza. Delegacionet u ngritën në këmbë, duke bërtitur kundër Kapos. Hrushovi goditi tavolinën me grusht, fytyra e tij u bë e kuqe nga inati. Por Kapo nuk u ndal. Ai vazhdoi të fliste, duke cituar Leninin, duke cituar Stalinin, duke përdorur fjalët e tyre kundër tyre. Ishte një performancë e jashtëzakonshme, një akt guximi që askush nuk e kishte parë më parë. Dhe kur ai mbaroi, kur ai zbriti nga podiumi dhe u kthye në vendin e tij, diçka kishte ndryshuar. Shqipëria nuk ishte më një viktim. Ajo ishte një luftëtare. Dhe Hysni Kapo nuk ishte më një delegat i thjeshtë. Ai ishte një hero. Por çmimi i atij heroizmi ishte i lartë. Atë natë, kur Kapo u kthye në hotel, ai gjeti një shënim të futur në derën e dhomës së tij. Në atë shënim, shkruar me shkronja të mëdha të kuqe, kishte vetëm një fjali: "Ju keni nënshkruar dënimin tuaj me vdekje." Kapo e lexoi atë shënim, e grisi në copa të vogla dhe i hodhi në zjarr. Ai e dinte se kërcënimi ishte real. Por ai e dinte edhe diçka tjetër, se kishte bërë atë që duhej të bënte. Dhe nëse vdekja ishte çmimi, atëherë le të vinte vdekja. Sepse disa gjëra janë më të rëndësishme se jeta. Dhe dinjiteti i një kombi është një nga ato gjëra. Por historia e asaj nate në Bukuresht nuk përfundon me fjalimin e Hysni Kapos. Ajo që ndodhi pas konferencës është edhe më e çuditshme, edhe më e errët. Sipas dëshmive të ish oficerëve të sigurimit të shtetit, në natën e 23 dhjetorit, pasi konferenca kishte përfunduar, Kapo mori një vizitë të dytë në dhomën e tij të hotelit. Kësaj radhe, vizituesi nuk ishte një agent i KGB-s. Ishte dikush shumë më i rëndësishëm, dikush që emri i tij nuk është shfaqur kurrë në asnjë dokument zyrtar, por që 3 burime të pavarura e konfirmojnë: një përfaqësues i lartë i shërbimeve sekrete kineze. Çfarë kërkonte ky njeri nga Kapo? Çfarë i ofroi ai? Dhe pse, pas asaj takimi, Shqipëria filloi të merrte ndihmë ekonomike dhe ushtarake nga Kina, duke zëvendësuar plotësisht Bashkimin Sovjetik? A ishte kjo një marrëveshje e paracaktuar, apo një shpëtim i papritur në minutën e fundit? Ajo që e dim me siguri është se në mëngjesin e 24 dhjetorit, Hysni Kapo dhe delegacioni shqiptar u nisën për në Tiranë me një avion që nuk ishte më sovjetik, por kinez. Dhe në atë avion, Kapo mbante një çantë të re, më të madhe se ajo me të cilën kishte ardhur. Brenda asaj çante, sipas dëshmive, ishin dokumente të nënshkruara që garantonin mbështetjen e Kinës për Shqipërinë.
Por kishte edhe diçka tjetër, një listë me emrat e agjentëve sovjetik që operonin në Shqipëri, një listë që kapo e kishte marrë nga shërbimi sekret kinez. Kjo listë do të përdorej në muajt e ardhshëm për të pastruar aparatin shtetëror shqiptar nga ndikimi sovjetik. Ishte një goditje e fortë, një kundërsulm që Moska nuk e kishte pritur. Dhe gjithçka kishte filluar me atë fjalim në Bukuresht, me atë jo të thjesht por të fuqishëm që Hysni Kapo kishte shqiptuar përpara 80 partive. Kur avioni u ul në Rinas, Enver Hoxha ishte atje për ta pritur Kapon. Ata u përqafuan dhe Enveri tha diçka që vetëm rojet e afërta e dëgjuan: "Ti e shpëtove Shqipërinë." Por Kapo nuk buzëqeshi. Ai e dinte se betejë sapo kishte filluar. Ai e dinte se Bashkimi Sovjetik nuk do ta harronte kurrë atë që kishte ndodhur në Bukuresht. Dhe ai e dinte se çmimi i pavarësisë do të ishte i lartë, izolim, varfëri, frikë e vazhdueshme nga pushtimi. Por ai e dinte edhe diçka tjetër, se Shqipëria kishte provuar se edhe një vend i vogël mund të qëndrojë në këmbë, edhe një zë i vetëm mund të flasë kundër padrejtësisë, edhe një njeri i vetëm mund të ndryshojë historinë. Dhe kjo ishte diçka që asnjë forcë në botë nuk mund ta merrte. Por pyetja mbetet, çfarë ndodhi me atë listë të agjentëve sovjetik? Kush ishin ata njerëz që u pastruan nga aparati shtetëror? Dhe sa prej tyre ishin vërtet agent, dhe sa ishin thjesht viktima të paranojës së një regjimi që po luftonte për mbijetesë? Këto janë pyetje që ende nuk kanë përgjigje. Sepse shumë nga dokumentet e asaj periudhe janë djegur, shumë nga dëshmitarët kanë vdekur, dhe shumë nga sekretet janë varrosur bashkë me ta. Por ajo që mbetet është historia e Hysni Kapos, historia e një njeriu që guxoi të flasë kur të gjithë të tjerët heshtnin, që guxoi të qëndrojë kur të gjithë të tjerët gjunizoheshin, që guxoi të thotë jo kur gjithë bota thoshte po. Dhe kjo është një histori që meriton të rrëfehet, që meriton të dëgjohet, që meriton të mbetet gjallë në kujtesën e një kombi që nuk haron heronjt e vet në dosjet e sigurimit të shtetit që u çvulosën në vitin 1998, hetuesit gjetën diçka që i bëri të ngrinin në këmbë. Një raport mjekësor të datës 25 dhjetor të vitit 1960, i nënshkruar nga 3 mjekë të ndryshëm, që përshkruante gjendjen shëndetësore të Hysni Kapos pas kthimit nga Bukureshti. Në atë raport, me shkrim dore të druajtur, mjekët kishin shënuar: pacienti tregon shenja të rënda të stresit posttraumatik, tremor të duarve, insomni kronike dhe episod të panikut që manifestohen në orët e natës vonë. Kur e pyetëm se çfarë kishte ndodhur në Rumani, ai tha vetëm: ata më dhanë të zgjedh midis helmit dhe plumbave. Unë zgjodha asnjërin. Çfarë nënkuptonte kjo deklaratë e çuditshme? A ishte Kapo vërtet në rrezik fizik të drejtpërdrejtë gjatë atyre ditëve në Bukuresht? Dhe pse 3 mjekë të ndryshëm nënshkruan të njëjtin raport, sikur po mbronin njëri tjetrin nga akuza të mundshme? Kush e kërcënoi Kapon me helm, dhe pse ai zgjodhi të flasë për këtë vetëm me mjekët e tij, por kur publikisht? Ajo që e dim nga dëshmitë e gardës personale të Kapos është se në javët pas kthimit nga Bukureshti, ai ndryshoi plotësisht rutinën e tij ditore. Njeriu që më parë hante në mensën e Komitetit Qendror, tani kërkonte që çdo vakt të përgatitej nga gruaja e tij, në shtëpinë e tij, me ushqime që ai vet i blinte nga tregu. Njeriu që më parë pinte ujë nga çezmat e ndërtesës së qeverisë, tani mbante gjithmonë me vete një shishe të vulosur që e hante vet nga burimi i Dajlanit. Njeriu që më parë flinte me dritare të hapura, tani i mbyllte të gjitha dhe kontrollonte çdo cep të dhomës para se të shtrihej. Kjo nuk ishte thjesht kujdes, kjo ishte paranojë e thellë, e justifikuar nga diçka që ai kishte parë ose dëgjuar në Bukuresht. Dhe ajo që e bën këtë edhe më shqetësuese është se në shkurt të vitit 1961, vetëm 2 muaj pas konferencës, një anëtar tjetër i delegacionit shqiptar që kishte qenë në Bukuresht, Liri Belishova, anëtare e byros politike, u arrestua pa pritur me akuzën e agentit të 2 fish. A ishte kjo një pastrimi i brendshëm, apo Kapo kishte zbuluar diçka në Bukuresht që e detyroi ta vepronte kështu? Por le të kthehemi në atë që ndodhi në ditët e para pas kthimit. Në 25 dhjetor, vetëm një ditë pas uljes së avionit në Rinas, Hysni Kapo thiri një mbledhje urgjente të byros politike. Në atë mbledhje, sipas procesverbaleve që u desekretizuan dekada më vonë, Kapo paraqiti një raport që zgjati 3 orë e gjysmë, raporti më i gjatë që ai kishte mbajtur ndonjëherë. Ai foli për çdo detaj të konferencës, për çdo fjalë që Hrushovi kishte thënë, për çdo delegacion që kishte sulmuar Shqipërinë. Por pastaj ai foli për diçka që nuk ishte në asnjë dokument zyrtar.
ai foli për një takim sekret që kishte pasur në hotel me një burr që pretendonte se ishte përfaqësuesi i Mao Tse-dunit. Ky burr, sipas Kapos, i kishte ofruar mbështetje të plot ekonomike dhe ushtarake nga Kina, por me një kusht: Shqipëria duhet të ndërprisnin plotësisht çdo marrëdhënie me Bashkimin Sovjetik, jo vetëm politike, por edhe tregtare, kulturore, madje edhe personale. Ishte një ofertë që nënkuptonte një shkëputje totale, një djegje të gjitha urave. Dhe Kapo e kishte pranuar atë ofertë pa konsultuar më parë me Enver Hoxhën. Kjo ishte një lëvizje e guximshme, por edhe e rrezikshme. Sepse brenda byros politike kishte njerëz që mendonin se shkëputja nga Bashkimi Sovjetik ishte një vetvrasje ekonomike. Kishte njerëz që besonin se Shqipëria nuk mund të mbijetonte pa ndihmat sovjetike, se Kina ishte shumë larg dhe shumë e dobët për të zëvendësuar Moskën. Dhe kishte njerëz që dyshonin se Kapo kishte vepruar jo nga patriotizëm, por nga ambicie personale, nga dëshira për të qenë heroj që shpëtoi kombin. Njëri nga këta njerëz ishte Liri Belishova, e cila në atë mbledhje tha hapur: "Shoku Kapo, ju keni marrë një vendim që mund të na kushtoj të gjithëve jetën. Si mund të besojmë se ky kinez ishte i vërtetë? Si mund të besojmë se Kina do të mbaj premtimin e saj? Dhe nëse ajo nuk e mban, çfarë do të bëjmë ne, një vend i vogël, i izoluar, i rrethuar nga armiq?" Ishte një pyetje e drejtë, një pyetje që shumë të tjerë po e mendonin, por nuk guxonin ta shprehen. Dhe përgjigjja e Kapos ishte e thjeshtë, por e ftohtë: "Nëse ju nuk keni besim, atëherë ju nuk keni vend në këtë byro." Ajo fjali ishte fillimi i fundit për Liri Belishovën. Brenda 2 muajsh, ajo do të akuzohej, do të arrestohej dhe do të zhdukte nga jeta publike. Por a ishte ajo vërtet një agjente e dy fisht, apo thjesht një viktimë e paranojës së një regjimi që po luftonte për mbijetesë? Dëshmitarët e asaj periudhe japin versione kontradiktore. Disa thonë se Belishova kishte kontakte të fshehta me ambasadën sovjetike, se ajo kalonte informacione për planet e qeverisë shqiptare. Të tjerë thonë se ajo ishte thjesht një grua e ndershme që kishte guximin të shprehte dyshimet e saj dhe që u bë kurban i një lufte pushtetesh brenda partisë. Por ajo që është e sigurt është se pas arrestimit të saj, askush tjetër në byron politike nuk guxoi të vinte në dyshim vendimet e Hysni Kapos. Frika kishte bërë punën e saj. Dhe frika, siç e dim, është arma më e fortë e çdo regjimi autoritar. Por le të flasim për diçka që rrallë përmendet në historitë zyrtare: çmimin personal që Hysni Kapo pagoi për atë vendim. Në muajt pas Bukureshtit, jeta e tij u bë një ferr i kontrolluar. Ai nuk mund të lëvizte pa gardë, nuk mund të fliste në telefon pa u përgjuar, nuk mund të takonte askënd pa leje të shprehur nga sigurimi i shtetit. Madje edhe në shtëpinë e tij, ai e dinte se kishte mikrofon të fshehur, se çdo bisedë me gruan dhe fëmijët e tij mund të dëgjohej nga vesh të padukshëm. Dhe kjo nuk ishte paranoj, kjo ishte realitet. Sepse në një regjim ku besimi është një luks që askush nuk mund ta përballojë, edhe heronjtë duhet të mbikëqyren. Edhe ata që shpëtojnë kombin duhet të provojnë çdo ditë se nuk janë tradhtar. Dhe Kapo e dinte këtë më mirë se kushdo tjetër. Ai kishte parë se çfarë u kishte ndodhur atyre që kishin humbur besimin e Enver Hoxhës. Ai kishte parë se si njerëz që dikur ishin hero, tani ishin armiq të popullit. Dhe ai e dinte se edhe ai, pavarësisht gjithçkaje që kishte bërë, mund të përfundonte në të njëjtën mënyrë nëse bënte një gabim të vetëm. Dhe këtu vjen pyetja që askush nuk e ka bërë kurrë publikisht: a e pendua Hysni Kapo ndonjëherë atë që kishte bërë në Bukuresht? A mendojnë ndonjëherë se ndoshta do të kishte qenë më mirë të heshte, të kërkonte falje, të shpëtonte jetën e tij dhe të shmangë vuajtjet që erdhën pas? Ne nuk e dim. Sepse Kapo nuk la kurrë të shkruar për ndjenjat e tij personale, nuk foli kurrë hapur për dyshimet e tij. Por ajo që e dim është se në vitet e fundit të jetës së tij, ai u bë gjithnjë e më i heshtur, gjithnjë e më i tërhequr, gjithnjë e më i izoluar. Njerëzit që e njihnin thonë se ai kishte humbur atë zjarrin që dikur e karakterizonte, atë pasionin që e kishte bërë të fliste me aq forcë në Bukuresht. Ai ishte bërë një hije e vetes së tij, një njeri që jetonte jo sepse donte, por sepse duhej. Dhe kjo, ndoshta, është çmimi më i lartë që dikush mund të paguajë për heroizëm, jo vdekja, por jeta e zbrazët nga kuptimi. Por historia e Bukureshtit nuk përfundon me Hysni Kapon. Ajo vazhdon me atë që ndodhi në vitet që erdhën pas, me mënyrën se si ajo konferencë ndryshoi jo vetëm Shqipërinë, por gjithë ekuilibrin e fuqive në Ballkan. Sepse kur Shqipëria u shkëput nga Bashkimi Sovjetik dhe u afrua me Kinën, ajo krijoi një precedent të rrezikshëm.
ajo tregoi se edhe një vend i vogël mund të sfidojë një superfuqi, edhe një zë i vetëm mund të thyejë heshtjen e frikës. Dhe kjo ishte diçka që Moska nuk mund ta toleronte. Në vitet 1961 deri në 1968, Bashkimi Sovjetik organizoi një seri operacionesh sekrete për të destabilizuar regjimin shqiptar, për të nxitur grupe opozitare, për të infiltruar agent në aparatin shtetëror. Disa nga këto operacione ishin të suksesshme, disa agent u rekrutuan, disa informacione u vjedhen, disa plane u zbuluan. Por asnjëra prej tyre nuk arriti qëllimin kryesor, rrëzimin e Enver Hoxhës dhe kthimin e Shqipërisë në orbitën sovjetike. Dhe këtu vjen një detaj që rrallë përmendet, roli i shërbimeve sekrete kineze në mbrojtjen e Shqipërisë. Sipas dokumenteve të desekretizuara nga arkivat kineze në vitet e fundit, Kina nuk dërgoi vetëm ndihmë ekonomike dhe ushtarake në Shqipëri, ajo dërgoi edhe një ekip të specializuar të agentëve të kundërzbulimit, të trajnuar për të zbuluar dhe neutralizuar infiltrimet sovjetike. Këta agent punonin në hije, pa emra, pa identitete zyrtare, dhe misioni i tyre ishte i thjeshtë, të mbronin regjimin shqiptar me çdo kusht. Disa nga operacionet e tyre ishin brutale, arrestime të papritura, marrje në pyetje të dhunshme, zhdukje të dyshimta. Por ato ishin efektive. Brenda 3 vjetësh, rrjeti i agentëve sovjetik në Shqipëri u shkatërrua pothuajse plotësisht. Dhe kjo nuk ishte vetëm merit e sigurimit të shtetit shqiptar, kjo ishte merit e një bashkëpunimi të fshehtë që askush nuk e njihte zyrtarisht, por që të gjithë e dinin se ekzistonte. Por çmimi i këtij bashkëpunimi ishte i lartë, sepse Kina nuk jepte asgjë falas. Për çdo ton grur që dërgonte në Shqipëri, ajo kërkonte koncesione politike. Për çdo armë që furnizonte, ajo kërkonte mbështetje në forumet ndërkombëtare. Dhe për çdo agent që dërgonte, ajo kërkonte akses në informacione të ndjeshme për Ballkanin, për Jugosllavinë, për planet e NATO-s në rajon. Shqipëria, në thelb, kishte zëvendësuar një zot me një tjetër. Ajo kishte shkëputur vartësinë nga Moska, por kishte krijuar një vartësi të re nga Pekini. Dhe kjo vartësi, edhe pse më e butë në formë, ishte po aq e rëndë në përmbajtje. Sepse një vend i vogël që varet nga një superfuqi të largët është gjithmonë në mëshirë të ndryshimeve të politikës së asaj superfuqie. Dhe kur Kina filloi të ndryshonte politikën e saj në vitet 1970, kur Mao Tse-duni vdiq dhe Deng Xiaoping erdhi në pushtet, Shqipëria u gjet përsëri e vetme, përsëri e izoluar, përsëri duke kërkuar një aleat të ri që nuk do të vinte kurrë. Por le të kthehemi në Hysni Kapon, sepse historia e tij personale është më tronditëse se çdo analizë gjeopolitike. Në vitin 1974, 14 vjet pas Bukureshtit, Kapo u sëmur rënd. Diagnoza zyrtare ishte kanceri i mushkërive, por dëshmitarët e afërt thonë se ai kishte filluar të tregonte shenja sëmundjeje shumë më herët, që në vitin 1968. Dhimbje të forta në gjoks, koll e vazhdueshme, humbje peshe e shpejtë. Por ai kishte refuzuar të shkonte te mjekët, kishte refuzuar të pranonte se diçka nuk shkonte mirë. Pse? Sepse ai e dinte se në një regjim ku dobësia është një mëkat, sëmundja është një dënim. Ai e dinte se nëse tregonte shenja dobësie, nëse pranonte se nuk ishte më njeriu i fortë që kishte qëndruar përballë Hrushovit, atëherë ai do të humbiste pozicionin e tij, ndikimin e tij, ndoshta edhe jetën e tij. Dhe kështu, ai vazhdoi të punonte, të udhëheqte, të merrte vendime, ndërsa trupi i tij po shkatërrohej nga brenda. Kur më në fund ai u detyrua të shkonte në spital, ishte shumë vonë. Kanceri kishte përhap në të gjithë trupin dhe mjekët i dhanë vetëm disa muaj jetë. Por edhe në ato muaj të fundit, edhe kur dhimbja ishte e padurueshme, Kapo vazhdoi të punonte. Ai thiri mbledhje nga shtrati i spitalit, ai diktoi urdhra, ai kontrolloi raporte. Dhe kur dikush e pyeti pse nuk pushonte, pse nuk kalonte kohën e fundit me familjen e tij, ai tha diçka që ata që ishin atje nuk e harruan kurrë: nëse pushoj do të thotë se ata fituan. Do të thotë se Hrushovi kishte të drejtë. Do të thotë se Shqipëria nuk duhej të qëndronte vetëm. Dhe unë nuk mund ta lejoj këtë. Unë nuk mund të vdes duke ditur se ata fituan. Ishte një deklaratë e tmerrshme, një dëshmi e asaj se sa thellë kishte depërtuar politika në shpirtin e këtij njeriu, sa shumë kishte sakrifikuar ai për një ide që ndoshta nuk ja vlente. Hysni Kapo vdiq në 28 shtator të vitit 1974, në moshën 59 vjeç. Funerali i tij ishte madhështor, mijëra njerëz në rrugët e Tiranës, flamuj të kuq kudo, fjalime të zjarrta për heroizmin e tij.
Por ata që e njinin nga afër thonë se në ato fjalime mungonte diçka, e vërteta. Sepse e vërteta ishte se Kapo kishte vdekur jo si një hero i kënaqur, por si një njeri i lodhur, i thyer, i zhgënjur. Ai kishte parë se Shqipëria që ai kishte dashur të shpëtonte ishte bërë një burg i madh, se regjimi që ai kishte mbrojtur ishte bërë një makinë shtypjeje, se idealet për të cilat ai kishte luftuar ishin shndërruar në slogane boshe. Dhe ai nuk kishte mundur të bënte asgjë për ta ndryshuar këtë, sepse ai vet ishte pjesë e asaj makine, ai vet ishte një nga ingranazhet që e mbante atë në lëvizje. Dhe kjo, ndoshta, ishte tragjedia më e madhe e jetës së tij, jo se kishte dështuar, por se kishte pasur sukses në mbrojtjen e diçkaje që nuk meritonte të mbrojej. Por a do të thotë kjo se Hysni Kapo ishte një njeri i keq? A do të thotë kjo se ajo që ai bëri në Bukuresht ishte e gabuar? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të thjeshta. Sepse historia nuk është e bardhë dhe e zezë, historia është gri, plot me nuanca, plot me kontradikta. Kapo ishte një njeri që besonte se po bënte të drejtën, që besonte se po shpëtonte kombin e tij nga skllavëria. Por ai ishte edhe një njeri që kontribuoi në krijimin e një regjimi që shkaktoi vuajtje të pafundme për mijëra shqiptar. Ai ishte një hero dhe një bashkëfajtor në të njëjtën kohë. Dhe kjo është e vërteta e vështirë që ne duhet ta pranojmë, se njerëzit nuk janë thjesht të mirë ose të këqij, se edhe heronjtë tan kanë hije të errëta, se edhe ata që admirojmë kanë bërë gjëra që duhet të na bëjnë të mendohemi. A mund të ndajmë njeriu nga veprat e tij? A mund të festojmë guximin e tij në Bukuresht pa kujtuar vuajtjet që erdhën pas? Këto janë pyetje që secili prej nesh duhet t'i përgjigjet vetë. Por le të flasim për diçka që rrallë diskutohet. Çfarë ndodhi me ata që ishin në atë sallë në Bukuresht, me ata 80 delegacione që ulëruan kundër Hysni Kapos? Ku janë ata sot? Çfarë mendojnë ata për atë që ndodhi? Disa prej tyre jetojnë ende dhe disa kanë folur për herë të parë në vitet e fundit. Një ish delegat nga Bullgaria, i cili tani është 85 vjeç, tha në një intervistë të vitit 1999, kur Kapo foli atë ditë, ne të gjithë e dinim se ai kishte të drejtë. Por askush nuk guxoi ta pranonte. Sepse të pranosh se Hrushovi kishte gabuar do të thotë të pranosh se gjithë sistemi kishte gabuar. Dhe kjo ishte diçka që askush nuk mund ta bënte pa paguar me jetën. Ishte një rrëfim i ndershëm, një pranime e vonuar e asaj që shumë kishin menduar, por askush nuk kishte guxuar ta thoshte. Dhe kjo na bën të mendohemi, sa njerëz të tjerë në atë sallë mendonin njësoj si Kapo, por zgjodhen heshtjen në vend të guximit. Sa mundësi të tjera për ndryshim u humbën sepse frika ishte më e fortë se e vërteta. Dhe këtu vjen një detaj që është zbuluar vetëm kohët e fundit, në arkivat e KGB-s, të hapura pjesërisht pas rënies së Bashkimit Sovjetik, u gjet një raport i datës 23 dhjetor të vitit 1960, i shkruar nga një agent i pranishëm në konferencën e Bukureshtit. Në atë raport, agenti shkruante, delegati shqiptar Hysni Kapo ka treguar një nivel guximi që nuk e kisha parë më parë. Ai foli me një bindje që arriti të bëjë që disa delegacione të tjera të fillonin të dyshonin në linjën tonë. Rekomandoi eliminimin e tij sa më shpejt të jetë e mundur, sepse nëse ai vazhdon të flasë kështu, ai mund të bëhet një simbol për të gjithë ata që duan të sfidojnë autoritetin tonë. Ky raport nuk u zbatua kurrë, Kapo nuk u eliminua, të paktën jo fizikisht. Por ai u eliminua në mënyra të tjera, përmes izolimit, përmes presionit psikologjik, përmes asaj frike të vazhdueshme që e shoqëroi deri në ditën e fundit të jetës së tij. Dhe kjo, ndoshta, ishte një dënim më i keq se vdekja, të jetosh duke ditur se çdo ditë mund të jetë e fundit, se çdo vendim mund të jetë gabimi fatal, se çdo fjalë mund të jetë ajo që të dënon. Por historia e Bukureshtit nuk është vetëm një histori e frikës dhe shtypjes. Ajo është edhe një histori e shpresës, e guximit, e mundësisë që edhe në kohët më të errëta, edhe kur gjithçka duket e humbur, një njeri vetëm mund të bëjë ndryshim. Hysni Kapo nuk ndryshoi botën, Bashkimi Sovjetik nuk ra për shkak të fjalimit të tij, komunizmi nuk u shem për shkak të guximit të tij. Por ai tregoi se rezistenca është e mundur, se dinjiteti është më i fortë se frika, se ka gjëra për të cilat ia vlen të luftosh edhe kur di se nuk mund të fitosh. Dhe kjo është një mësim që ne duhet ta mbajmë gjallë, veçanërisht në kohët tona, kur shumë prej nesh zgjedhin heshtjen në vend të folurit, kur shumë prej nesh zgjedhin komoditetin në vend të drejtësisë, kur shumë prej nesh zgjedhin të harrojnë në vend të kujtojnë. Dhe këtu vjen pyetja e fundit, pyetja që secili prej nesh duhet ta bëjë vetes, nëse ne do të ishim në vendin e Hysni Kapos, nëse ne do të ishim në atë sallë në Bukuresht, të rrethuar nga 80 delegacione armiqësore,
Duke ditur se çdo fjalë mund të na kushtonte jetën, çfarë do të bënim ne? A do të qëndronim në këmbë dhe do të flisnim, apo do të uleshim dhe do të heshnim? A do të zgjidhnim guximin apo sigurinë? A do të zgjidhnim dinjitetin apo mbijetesën? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta, sepse ne nuk jemi në atë situatë, ne nuk e dimë se si është të ndihesh kështu. Por ajo që mund të bëjmë është të kujtojmë ata që zgjodhen guximin, të nderojmë ata që zgjodhen dinjitetin, të mësojmë nga ata që zgjodhen të flasin kur të gjithë të tjerët heshnin. Sepse historia nuk bëhet nga ata që ndjekin turmën, por nga ata që guxojnë të ecin vetëm. Dhe Hysni Kapo, me të gjitha kontradiktat e tij, me të gjitha gabimet e tij, ishte një nga ata njerëz. Dhe për këtë, ai meriton të kujtohet. Imagjinoni një dhomë të vogël në thellësitë e pallatit të brigadave në Tiranë, një dhomë që zyrtarisht nuk ekziston në asnjë plan arkitektonik, një dhomë ku hynin vetëm 12 njerëz në gjithë Shqipërinë. Në arkivat e sigurimit të shtetit që u çvulosën në vitin 1998, hetuesit gjetën një listë me kodin Grupi i Brendshëm Bukuresht dhe në atë listë ishin 12 emra, secili me një numër kodi dhe një detyrë specifike: mbrojtja fizike e delegacionit, monitorimi i kontakteve të dyshimta, neutralizimi i kërcënimeve të mundshme. Kjo nuk ishte thjesht një gardë personale, kjo ishte një njësi e specializuar e krijuar vetëm për atë udhëtim në Bukuresht, një njësi që dinte çdo sekret mjekësor të Hysni Kapos, çdo plan evakuimi, çdo tunel të fshehur nën hotelin Athne Palace. Por çfarë i detyroi këta 12 njerëz që kishin betuar besnikëri absolute ndaj regjimit të zgjedhin në 22 dhjetor të vitit 1960, të mbronin Kapon nga KBA, apo ta dorëzonin atë për të shpëtuar jetën e tyre? 3 prej tyre jetojnë ende sot, dhe ajo që kanë rrëfyer në intervistat e fundit do t'ju bëjë të kuptoni se sa afër vdekjes ishte Kapo në çdo moment të atij udhëtimi. Njëri prej tyre, një ish oficer i sigurimit që sot është 83 vjeç dhe jeton në një fshat të vogël pranë Elbasanit, rrëfeu për herë të parë në vitin 1999, në natën e 21 dhjetorit. Pasi Kapo kishte marrë atë vizitë të parë nga burri me mustaqe që fliste rusisht, ne morëm urdhër të qëndronim zgjuar gjithë natën. Por urdhri nuk erdhi nga Kapo, erdhi nga Tirana, nga vetë Enveri. Ai na tha: nëse dikush përpiqet të hyjë në dhomën e Kapos, ju keni autorizim të shtini pa paralajmërim. Kjo do të thotë se Enveri e dinte se diçka po planifikohej, se Kapo ishte në rrezik të drejtë për drejtë. Por si e dinte ai? Kush e kishte informuar? Dhe pse nuk e tërhoqi Kapon mbrapsht në Tiranë nëse rreziku ishte aq i madh? Këto janë pyetje që ende nuk kanë përgjigje, sepse shumë nga dokumentet e asaj periudhe janë djegur, shumë nga dëshmitarët kanë vdekur, dhe ata që jetojnë kanë frikë të flasin hapur. Por ajo që është e qartë është se ajo natë në Bukuresht nuk ishte thjesht një konferencë politike, ishte një operacion ushtarak, një betejë e heshtur ku armët nuk ishin pushkë, por informacione, ku plumbat nuk ishin prej metali, por prej fjalësh. Por le të flasim për diçka që askush nuk e ka përmendur deri tani. Çfarë ndodhi me trupin e Hysni Kapos gjatë atyre ditëve në Bukuresht? Sipas raportit mjekësor që u përmend më parë, Kapo kishte filluar të tregonte shenja të rënda stresi fizik që në ditën e parë të konferencës. Tremor i duarve, djersitje e tepërt, dhimbje të forta në gjoks që e detyronin të merrte tableta kundër dhimbjes çdo 3 orë. Por çfarë ishin ato tableta? Në listën e barnave që Kapo mbante me vete, mjekët gjetën diçka të çuditshme, një ilaç me emrin Validol, një qetësues i fortë që përdorej për të trajtuar krizat e ankthit dhe dhimbjet e zemrës. Por Kapo nuk kishte asnjë histori të dokumentuar të problemeve kardiake para Bukureshtit. Kjo do të thotë se ose ai kishte fshehur një sëmundje serioze për vite me radhë, ose stresi i atyre ditëve ishte aq i madh sa kishte filluar të shkatëronte trupin e tij në kohë reale. Mjekët që e ekzaminuan pas kthimit në Tiranë thanë se pulsi i tij ishte i parregullt, presioni i gjakut ishte rritur në nivele të rrezikshme dhe ai kishte humbur 5 kg në vetëm 4 ditë. Kjo nuk ishte thjesht lodhje, kjo ishte trupi i një njeriu që po luftonte për mbijetesë, që po përdorte çdo rezervë energjie për të qëndruar në këmbë, për të folur, për të mos u shembur përpara armiqve të tij. Dhe këtu vjen një detaj që është zbuluar vetëm kohët e fundit, një detaj që ndryshon gjithçka që mendonim se dinim për atë konferencë. Në arkivat e shërbimit sekret rumun, të hapura pjesërisht në vitin 1997, u gjet një raport i datës 22 dhjetor të vitit 1960, i shkruar nga një mjek rumun që kishte qenë i pranishëm në konferencë.
Në atë raport, mjeku shkruante, gjatë fjalimit të delegatit shqiptar Hysni Kapo, bura re se ai mbante dorën e majtë të shtrënguar në kraharor, sikur po përpiqej të fshite dhimbje. Pas fjalimit, kur ai zbriti nga podiumi, këmbët e tij u dridhnin dhe ai pothuajse ra, por u mbështet në një nga gardistët e tij. Rekomandoi vlerësim mjekësor urgjent, sepse simptomat tregojnë mundësi të një krize kardiake të lehtë. Ky raport nuk ju dërgua kur autoriteteve shqiptare, por u ruajt në dosjet sekrete rumune. Pse? Sepse nëse Kapo do të kishte pasur një krizë kardiake gjatë konferencës, nëse ai do të kishte rënë i vdekur në atë podium, kjo do të kishte qenë një fitore e përsosur për Hrushovin, një provë se tradhtarët nuk jetonin gjatë, se trupi i tyre i dobët nuk mund të mbante peshën e mëkateve të tyre. Por Kapo nuk ra. Ai qëndroi në këmbë, ai mbaroi fjalimin, ai u kthye në vendin e tij. Dhe kjo, ndoshta, ishte triumfi më i madh i tij, jo ajo që tha, por fakti se arriti ta thoshte. Por le të kthehemi në atë që ndodhi pas konferencës, në ditët kur Kapo u kthye në Tiranë dhe filloi të jetojë me pasojat e asaj që kishte bërë. Sepse ajo që shumë nuk e dinë është se Kapo nuk ishte i vetmi që pagoi çmimin për Bukuresht, e gjithë familja e tij u bë objekt i një monitorimi të vazhdueshëm, të një kontrolli që shkonte përtej çdo mase normale. Gruaja e tij, Vito Kapo, u detyrua të raportonte çdo bisedë që kishte me bashkëshortin e saj, çdo vizitë që merrnin në shtëpi, çdo telefonat që bënin. Fëmijët e tyre u vendosën në mbikëqyrje të vazhdueshme në shkollë dhe mësuesit u udhëzuan të raportonin çdo koment që ata bënin për politikën, për Bashkimin Sovjetik, për çdo gjë që mund të interpretohej si dyshim ndaj linjës së partisë. Kjo nuk ishte thjesht paranoj, kjo ishte një sistem i organizuar i kontrollit që synonte të siguronte se edhe heronjt, edhe ata që kishin shpëtuar kombin, nuk do të bëheshin kurrë një kërcënim për regjimin. Sepse në një shtet autoritar, besimi është një luks që askush nuk mund ta përballojë, edhe kur bëhet fjalë për ata që kanë provuar besnikërinë e tyre me gjatë. Dhe këtu vjen një pyetje që askush nuk e ka bërë kurrë publikisht, si ndikoi kjo në marrëdhënien midis Hysni Kapos dhe Enver Hoxhës? A vazhduan ata të ishin miq, apo diçka u thye midis tyre pas Bukureshtit? Dëshmitarët japin versione kontradiktore. Disa thonë se Enveri e admironte Kapon më shumë se kur, se ai e shite atë si provën e gjallë se Shqipëria kishte njerëz të fortë, njerëz që nuk friksoheshin nga askush. Të tjerë thonë se Enveri filloi të dyshonte në Kapon, se ai mendonte se ndoshta Kapo kishte marrë shumë pushtet, shumë ndikim, se ai po bëhej një figurë e pavarur që mund të sfidonte autoritetin e tij. Dhe ka edhe një version të tretë, më të errët, se Enveri e dinte se Kapo ishte i sëmur, se ai nuk do të jetonte shumë, dhe prandaj e la të vepronte lirisht, duke ditur se problemi do të zgjidhej vetë me kalimin e kohës. Cili version është i vërtetë? Ne nuk e dim. Por ajo që e dim është se në vitet pas Bukureshtit, Kapo u bë gjithnjë e më i izoluar, gjithnjë e më i heshtur, gjithnjë e më pak i dukshëm në jetën publike. Ai vazhdoi të mbante pozicione të larta, por ndikimi i tij real po zvogëlohej, zëri i tij po humbte peshën që dikur kishte pasur. Dhe kur ai vdiq në vitin 1974, shumë njerëz thanë se ai kishte vdekur jo nga kanceri, por nga zhgënjimi, nga kuptimi se gjithçka për të cilën ai kishte luftuar kishte qenë një iluzion. Por le të flasim për diçka që është edhe më e fshehur, edhe më e errët, arkivat që u dogjën menjëherë pas vdekjes së Hysni Kapos. Sipas dëshmive të ish-punonisëve të Arkivit Qendror të Shtetit, në natën e 29 shtatorit të vitit 1974, vetëm disa orë pas vdekjes së Kapos, një ekip i veçantë i sigurimit të shtetit hyri në zyrën e tij personale në Komitetin Qendror dhe mori të gjitha dokumentet që ndodheshin atje. Këto dokumente nuk u arkivuan, ato u transportuan drejt për drejt në një ndërtesë të sigurimit në periferi të Tiranës dhe atje, në praninë e 3 oficerëve të lartë, u dogjën plotësisht. Çfarë përmbahej në ato dokumente? Pse ishin aq të rrezikshme sa duhej të shkatërroheshin menjëherë? Dhe kush dha urdhrin për djegjen e tyre, Enver Hoxha vet, apo dikush tjetër që kishte diçka për të fshehur? Një nga ish oficerët që ishte prezent në atë djegje dhe që foli për herë të parë në vitin 2005, rrëfeu, ato nuk ishin dokumente të zakonshme. Ato ishin ditar personal, letra private, shënime që Kapo kishte mbajtur për vite me radhë. Në to, ai kishte shkruar për takimet e tij me Enver Hoxhën, për bisedat që kishin pasur, për vendimet që kishin marrë. Por kishte edhe diçka tjetër, ai kishte shkruar për dyshimet e tij, për frikën e tij, për atë që ai mendonte se po i ndodhte Shqipërisë.
Dhe në një nga fletët e fundit, ai kishte shkruar një fjali që më ka mbetur në mendje për 20 vjet. Ne menduam se po shpëtonim kombin, por në të vërtetë po e varronim atë. Kjo fjali ishte arsyeja pse ato dokumente duhej të digjeshin. Sepse nëse ajo do të bëhej publike, nëse njerëzit do të mësonin se edhe Hysni Kapo, heroi I Bukureshtit, kishte filluar të dyshonte, atëherë gjithë narrativi I regjimit do të shembej. Ishte një rrëfim I tmerrshëm, një dëshmi e asaj se sa thellë shkonte kontrolli I regjimit, se si edhe mendimet private të një njeriu të vdekur nuk ishin të sigurta, se si historia shkruhej jo nga e vërteta, por nga ata që kishin pushtetin të vendosnin se çfarë do të mbetej dhe çfarë do të fshihej. Por a ishte kjo e vërteta e plotë? A kishte vërtet Kapo shkruar ato fjalë, apo ishte kjo thjesht një legjendë e krijuar nga ata që donin ta shpifnin atë? Ne nuk e dim, sepse dokumentet janë djegur dhe dëshmitari I vetëm është një njeri I moshuar që mund të jetë duke kujtuar gabim, ose mund të jetë duke shpikur. Por ajo që është e sigurt është se diçka u fshi atë natë, diçka që dikush mendonte se ishte shumë e rrezikshme për t'u ruajtur. Dhe kjo na bën të mendohemi, sa të tjera janë fshirë? Sa histori të tjera janë djegur, sa të vërteta të tjera janë varrosur, sa zëra të tjerë janë heshtuar për gjithmonë? Historia që ne e dim është vetëm ajo që na është lejuar të dim. Dhe ajo që na është fshehur mund të jetë shumë më e rëndësishme se ajo që na është treguar. Por le të kthehemi në një detaj tjetër që rrallë përmendet. Çfarë ndodhi me ata që ishin në atë dhomë në Bukuresht, me ata 12 antar të grupit të brendshëm që kishin mbrojtur Kapon? Ku janë ata sot? Çfarë mendojnë ata për atë që ndodhin? 3 prej tyre jetojnë ende dhe të 3 kanë folur për herë të parë në vitet e fundit. Njëri prej tyre, një ish oficer që tani është 80 vjeç, tha: "Ne e dinim se po mbrojnim një njeri që kishte nënshkruar dënimin e tij me vdekje. Ne e dinim se çdo ditë mund të ishte e fundit për të. Por ne e bëm sepse besuam se ajo që ai po bënte ishte e drejtë. Ne besuam se Shqipëria meritonte të qëndronte në këmbë, edhe nëse kjo do të thotë të qëndrojë vetëm. Por tani, kur shoh se çfarë u bë me Shqipërinë, kur shoh se si ajo u izolua, se si njerëzit vuajtën, se si ekonomia u shkatërrua, unë pyetem, a ja vlente? A ishte dinjiteti më I rëndësishëm se mbijetesa? A ishte guximi më I rëndësishëm se urtësia? Ishte një pyetje e ndershme, një pyetje që shumë shqiptar e bëjnë edhe sot, një pyetje që nuk ka përgjigje të thjeshtë. Sepse e vërteta është se historia e Bukureshtit nuk është një histori e bardhë dhe e zezë. Ajo nuk është një histori ku ka hero të pastër dhe keqbërës të qartë. Ajo është një histori e zgjedhjeve të vështira, e pasojave të paparashikuara, e njerëzve që përpiqen të bëjnë atë që mendojnë se është e drejtë, por që nuk mund të shohin të ardhmen, që nuk mund të dinë se çfarë do të sjellë vendimi I tyre. Hysni Kapo mendonte se po shpëtonte Shqipërinë nga skllavëria sovjetike. Por ajo që ai nuk e dinte ishte se ai po e çonte Shqipërinë në një izolim edhe më të thellë, në një varfëri edhe më të madhe, në një vuajtje edhe më të gjallë. A e bën kjo atë një tradhtar? Jo. A e bën kjo atë një hero? Ndoshta. Por ajo që e bën atë, para se gjithash, është një njeri me të meta, me dyshime, me frikë, por edhe me guxim, me bindje, me dëshirë për të bërë atë që ai mendonte se ishte e drejtë. Dhe kjo është ajo që ne duhet të kujtojmë, se historia nuk bëhet nga njerëz të përsosur, por nga njerëz të thjeshtë që përpiqen të bëjnë gjëra të jashtëzakonshme në rrethana të jashtëzakonshme. Por le të flasim për diçka që është edhe më e fshehur se arkivat e djegura, tunelet që ndodheshin në pallatin e brigadave, tunelet që vetëm pak njerëz I dinin, dhe që luajtën një rol vendimtar në mbrojtjen e Hysni Kapos gjatë viteve pas Bukureshtit. Sipas dëshmive të ish inxhinierëve që punuan në ndërtimin e tyre, këto tunele ishin ndërtuar në vitet 50, gjatë periudhës kur marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik ishin ende të mira, dhe qëllimi I tyre ishte të krijonin një rrjet evakuimi në rast të një sulmi ajror nga perëndimi. Por pas Bukureshtit, këto tunele morën një funksion të ri. Ato u bën rrugë të fshehta që lidhen zyrat e liderëve shqiptar me bunker të ndryshëm në periferi të Tiranës. Bunker ku ata mund të fshiheshin në rast të një puçi ose të një sulmi nga Bashkimi Sovjetik. Dhe Hysni Kapo, sipas dëshmive, ishte një nga ata që përdorte këto tunele më shpesh se të tjerët. Një nga ish inxhinierët që punoi në mirëmbajtjen e këtyre tuneleve dhe që foli për herë të parë në vitin 1999, rrëfeu, në vitet 60 pas Bukureshtit. Kapo vinte në zyren e tij çdo mëngjes duke përdorur tunelin, jo hyrjen kryesore. Ai nuk donte që askush të dinte se kur vinte dhe kur largohej.
Ai kishte frikë se dikush po e ndjekur, se dikush po planifikonte diçka kundër tij. Dhe kjo frikë nuk ishte e pabazuar. Sepse ne gjetëm në 2 raste të ndryshme eksploziv të vendosur në tunele, eksploziv që ishin programuar të shpërthejnë kur kapo do të kalonte. Kush i vendosi ato eksploziv? Ne nuk e dim. Por ato u çaktivizuan në kohë dhe kapo u shpëtua. Por ai nuk e mësoi kurrë për këtë. Ne morëm urdhër të mos i thoshim asgjë, sepse nëse ai do të mësonte se dikush po përpiqej ta vriste, ai mund të bëhej edhe më paranojak, edhe më i paparashikueshëm. Dhe kjo nuk ishte e mirë për stabilitetin e regjimit. Ishte një rrëfim i tmerrshëm, një dëshmi e asaj se sa thellë shkonte komploti, se si edhe brenda aparatit të regjimit kishte njerëz që donin ta eliminonin kapon, se si jeta e tij ishte në rrezik jo vetëm nga armiqtë e jashtëm, por edhe nga ata të brendshëm. Por kush ishin këta njerëz? Kush donte ta vriste Hysni Kapon dhe pse? Disa thonë se ishin agjentë sovjetik që kishin infiltruar sigurimin e shtetit, që po vepronin sipas urdrave nga Moska. Të tjerë thonë se ishin rival të brendshëm, njerëz që mendonin se Kapo kishte marrë shumë pushtet, se ai po bëhej një kërcënim për Enver Hoxhën dhe që donin ta eliminonin para se ai të bëhej edhe më i fortë. Dhe ka edhe një version të tretë, më të errët, se vetë Enveri kishte urdhëruar ato komplote, jo për ta vrarë Kapon, por për ta testuar atë, për të parë se si do të reagonte, për të matur besnikërinë e tij. Cili version është i vërtetë? Ne nuk e dim. Por ajo që është e sigurt është se Hysni Kapo jetoi vitet e fundit të jetës së tij në një gjendje të vazhdueshme frike, duke ditur se çdo ditë mund të ishte e fundit, se çdo hap mund të ishte në një grack, se çdo vendim mund të ishte gabimi fatal. Dhe kjo është një mënyrë e tmerrshme për të jetuar, një mënyrë që shkatëron jo vetëm trupin, por edhe shpirtin. Dhe këtu vjen një detaj që është zbuluar vetëm kohët e fundit, një detaj që ndryshon gjithçka që mendonim se dinim për vdekjen e Hysni Kapos. Në arkivat e Institutit të Mjekësisë Ligjore, të hapura pjesërisht në vitin 2003, u gjet një raport i datës 30 shtator të vitit 1974, një ditë pas vdekjes së Kapos. Në atë raport, mjeku ligjor që kreu autopsinë shkruante: pacienti ka vdekur nga dështimi i organeve të shumëfishta, i shkaktuar nga kanceri i mushkërive. Por gjatë ekzaminimit kam gjetur edhe gjurmë të një substance të panjohur në stomak, një substancë që nuk korespondon me asnjë nga barnat që pacienti merrte zyrtarisht. Rekomandoj analiza të mëtejshme për të identifikuar këtë substancë. Këto analiza nuk u bën kurrë. Raporti u vullosur me vulën sekret absolut dhe nuk u hap deri në vitin 2003. Çfarë ishte ajo substancë? A ishte një helm që dikush i kishte dhënë Kapos në ditët e fundit të jetës së tij për të shpejtuar vdekjen e tij? Apo ishte thjesht një ilaç eksperimental që mjekët po përpiqeshin ta përdornin për ta shpëtuar atë? Ne nuk e dim. Por dyshimi mbetet dhe ai dyshim do të mbetet përgjithmonë, sepse provat janë humbur, dëshmitarët kanë vdekur dhe e vërteta është varrosur bashkë me Hysni Kapon. Por le të flasim për diçka që është edhe më e rëndësishme se mënyra se si Kapo vdiq, trashëgimin që ai la pas. Sepse pavarësisht nga të gjitha kontradiktat, pavarësisht nga të gjitha dyshimet, pavarësisht nga të gjitha vuajtjet që erdhën pas Bukureshtit, Hysni Kapo mbetet një figurë që nuk mund të injorohet në historinë e Shqipërisë. Ai ishte njeriu që guxoi të flasë kur të gjithë të tjerët heshtnin, që guxoi të qëndrojë kur të gjithë të tjerët gjunizoheshin, që guxoi të thotë jo kur gjithë bota thoshte po. Dhe kjo është diçka që ne duhet ta kujtojmë, veçanërisht në kohët tona, kur shumë prej nesh zgjedhin heshtjen në vend të folurit, kur shumë prej nesh zgjedhin komoditetin në vend të drejtësisë, kur shumë prej nesh zgjedhin të harrojnë në vend të kujtojnë. Sepse historia nuk bëhet nga ata që ndjekin turmën, por nga ata që guxojnë të ecin vetëm. Dhe Hysni Kapo, me të gjitha gabimet e tij, me të gjitha kontradiktat e tij, ishte një nga ata njerëz. Dhe për këtë, ai meriton të kujtohet, ai meriton të studiohet, ai meriton të diskutohet, jo si një hero i përsosur, por si një njeri i thjeshtë që përpiqej të bënte atë që mendonte se ishte e drejtë në rrethana të jashtëzakonshme. Dhe këtu vjen pyetja e fundit, pyetja që secili prej nesh duhet ta bëjë vetes: çfarë do të kishim bërë ne në vendin e Hysni Kapos? A do të kishim pasur guximin të qëndronim në atë podium në Bukuresht, duke ditur se çdo fjalë mund të na kushtonte jetën? A do të kishim pasur forcën të jetonim me atë frikë të vazhdueshme, me atë paranojë të justifikuar, me atë vetmi të thellë? A do të kishim pasur urtësinë të kuptonim se disa zgjedhje, edhe kur bëhen me qëllime të mira, mund të kenë pasoja të tmerrshme?
Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta, sepse ne nuk jemi në atë situatë, ne nuk e dimë se si është të ndihesh kështu. Por ajo që mund të bëjmë është të mësojmë nga historia, të kuptojmë se çdo zgjedhje ka pasoja, se çdo veprim ka një çmim, se çdo hero ka edhe një anë të errët. Dhe duke kuptuar këtë, ndoshta ne mund të bëhemi më të urtë, më të matur, më të përgjegjshëm në zgjedhjet tona. Sepse historia nuk është vetëm e shkuara, ajo është edhe e tashmja dhe e ardhmja. Dhe ajo që ne mësojmë nga e shkuara do të përcaktojë se çfarë do të bëjmë në të ardhmen. Për herë të parë në 35 vjet, njeriu që ishte përgjegjës për sigurinë personale të Hysni Kapos pranon të flasë përpara kamerave. Ajo që na tregon për javët e fundit të jetës së Kapos do të rrëzojë gjithçka që besonit se dini. Nga bisedat private midis tij dhe Enver Hoxhës, te planet e fundit për t'i shpëtuar vdekjes, te momenti kur ai kuptoi se gjithçka kishte mbaruar. Një dëshmi ekskluzive që do t'ju mbaj me frymën pezull. Ky oficer i vjetër, që sot jeton i fshehur në një fshat malor, ruajti një sekret që askush tjetër nuk e dinte. Në dhjetor të vitit 1973, një vit para vdekjes së Kapos, ai mori një urdhër të çuditshëm nga vet Enveri. Urdhri ishte i thjeshtë, por i frikshëm. Nga sot e tutje, çdo gjë që Kapo ha, çdo ilaç që merr, çdo vizitë që pranon, duhet të kalojë nëpër kontrollin tuaj personal. Asgjë nuk duhet të arrijë te ai pa dijenin tuaj. Pse Enveri dha këtë urdhër? Apo përpiqej ta mbrojë Kapon nga një kërcënim të jashtëm, apo po sigurohej që vetë ai të kontrollonte çdo aspekt të jetës së njeriut që dikur kishte qenë miku i tij më i ngushtë. Oficeri rrëfen se në muajt që pasuan, ai u bë dëshmitar i diçkaje që e tronditi thellë. Kapo po shndërrohej në një hije të vetes së tij. Njeriu që dikur fliste me zjarr, që mbante fjalime që zgjatën orë të tëra, tani mezi arrinte të mbaronte një fjali pa u ndërprer nga kollë e dhimbshme. Njeriu që dikur ecte me kokën lart, me shpinën të drejtë, tani ecte i përkulur, duke u mbështetur në mure. Njeriu që dikur kishte sy plot jetë, tani kishte një shikim të zbrazët, sikur po shikonte diçka që askush tjetër nuk e shihte. Dhe më e frikshme nga të gjitha, ai kishte filluar të fliste vetëm. Në natën vonë, kur mendonte se askush nuk e dëgjonte, ai ulej në karrigen e tij të vjetër dhe përshpëriste emra, emra të njerëzve që kishin qenë në Bukuresht, emra të atyre që kishin vdekur, emra të atyre që kishin zhdukur. Dhe ndonjëherë, ai përsëriste të njëjtën fjali përsëri e përsëri. A ja vlente? A ja vlente vërtet? Ishte një pyetje që e mundon edhe sot, një pyetje që askush nuk mund t'i përgjigjet me siguri. Por le të flasim për diçka që është edhe më shqetësuese. Takimin e fundit midis Hysni Kapos dhe Enver Hoxhës, një takim që ndodhi në gusht të vitit 1974, vetëm një muaj para se Kapo të vdiste. Sipas dëshmive të gardës që ishte jashtë dhomës, ata folën për 2 orë dhe për gjithë atë kohë, askush tjetër nuk u lejua të afrohej. Por rojet dëgjuan zëra të larta, dëgjuan Kapon duke thënë diçka që i bëri të ngrinin në këmbë. Shoku Enver, unë e di se ti mendon se unë po të tradhtoj. Por unë nuk po të tradhtoj ty, unë po tradhtoj atë që ne kemi bërë me këtë vend. Çfarë nënkuptonte kjo? A kishte Kapo filluar të pendojë për atë që kishte bërë në Bukuresht? A kishte ai filluar të kuptonte se shkëputja nga Bashkimi Sovjetik kishte sjellë më shumë vuajtje se sa liri? Apo ishte kjo thjesht një shpërthim i dëshpërimit të një njeriu që e dinte se po vdiste, që e dinte se nuk kishte më kohë për të ndryshuar asgjë? Enveri nuk ju përgjigj menjëherë. Sipas dëshmive, ai qëndroi në heshtje për një kohë të gjatë, duke shikuar nga dritarja, duke pirë duhanin e tij të zakonshëm. Dhe pastaj, ngadalë, ai u kthye dhe tha diçka që rojet nuk e harruan kurrë. Hysni, ti dhe unë e dim të vërtetën. Ne nuk shpëtuam Shqipërinë, ne e izoluam atë. Por tani është shumë vonë për të kthyer prapa. Ne duhet të vazhdojmë këtë rrugë deri në fund, edhe nëse fundi është humner. Ishte një pranime e frikshme, një dëshmi e asaj se edhe Enveri, njeriu që duke i pathyeshëm, kishte dyshimet e tij, kishte frikën e tij, kishte kuptimin e tij se diçka kishte shkuar keq. Por ai nuk mund ta pranonte këtë publikisht, sepse të pranosh se ke gabuar do të thotë të pranosh se gjithë sistemi ka gabuar. Dhe kjo ishte diçka që asnjë diktator nuk mund ta bënte pa rrezikuar pushtetin e tij. Pas atij takimi, Kapo u kthye në shtëpinë e tij dhe nuk doli më për 2 javë. Familja e tij ishte e shqetësuar, mjekët ishin të alarmuar, por ai refuzoi të shkonte në spital. Ai tha se donte të vdiste në shtëpinë e tij, në dhomën e tij, në krevatinë e tij. Dhe kështu ndodhi.
Në 28 shtator të vitit 1974, në orën 5:30 të mëngjesit, zemra e Hysni Kapos pushoi së rahuri. Ai ishte vetëm 59 vjeç, por trupi I tij dukej sikur kishte jetuar 100 vjet. Kanceri e kishte gërryer nga brenda, por ajo që e kishte vrarë vërtet ishte diçka tjetër, pesha e zgjedhjeve që kishte bërë, pesha e pasojave që kishte parë, pesha e dyshimit që e kishte munduar deri në ditën e fundit. Por historia nuk përfundon me vdekjen e Hysni Kapos. Ajo vazhdon me atë që ndodhi pas saj, me mënyrën se si regjimi e përdori vdekjen e tij për qëllimet e veta. Funerali I Kapos ishte një spektakël propagande, mijëra njerëz në rrugët e Tiranës, flamuj të kuq kudo, fjalime të zjarrta për heroizmin e tij. Por ata që e njihnin nga afër thonë se në ato fjalime mungonte diçka, e vërteta. Sepse e vërteta ishte se Kapo kishte vdekur jo si një hero I kënaqur, por si një njeri I thyer, I zhgënjur, I munduar nga dyshimet. Ai kishte parë se Shqipëria që ai kishte dashur të shpëtonte ishte bërë një burg I madh, se regjimi që ai kishte mbrojtur ishte bërë një makinë shtypjeje, se idealet për të cilat ai kishte luftuar ishin shndërruar në slogane boshe. Dhe ai nuk kishte mundur të bënte asgjë për ta ndryshuar këtë, sepse ai vet ishte pjesë e asaj makine, ai vet ishte një nga ingranazhet që e mbante atë në lëvizje. Por le të flasim për diçka që askush nuk e ka përmendur deri tani. Çfarë ndodhi me familjen e Hysni Kapos pas vdekjes së tij? Gruaja e tij, Vito Kapo, vazhdoi të jetonte në Tiranë, por jeta e saj u bë një ferr I kontrolluar. Ajo nuk mund të fliste hapur për bashkëshortin e saj, nuk mund të shprehte dyshimet e saj, nuk mund të pyeste për sekretet që ai kishte mbajtur. Fëmijët e tyre u rritën duke ditur se babai I tyre kishte qenë një hero, por duke mos ditur kurrë të vërtetën e plot për atë që ai kishte bërë, për atë që ai kishte vuajtur, për atë që ai kishte menduar në ditët e fundit të jetës së tij. Dhe kjo është një tragjedi e veçantë, jo vetëm që Kapo vdiq pa mundur të tregonte të vërtetën, por edhe familja e tij u detyrua të jetonte me një version të rrem të historisë së tij, një version që ishte krijuar nga regjimi për qëllimet e veta. Dhe këtu vjen një detaj që është zbuluar vetëm kohët e fundit, një detaj që ndryshon gjithçka që mendonim se dinim për trashëgimin e Hysni Kapos. Në arkivat e Komitetit Qendror, të hapura pjesërisht në vitin 1991, u gjet një letër e datës 10 tetor të vitit 1974, vetëm 12 ditë pas vdekjes së Kapos. Letra ishte shkruar nga Enver Hoxha drejtuar byros politike, dhe në të ai shkruante: shoku Hysni Kapo ishte një luftëtar I madh, por ai bëri edhe gabime. Në vitet e fundit, ai filloi të tregonte shenja dobësie ideologjike, të dyshonte në linjën e partisë, të pyeste nëse rruga që kishim zgjedhur ishte e drejtë. Ne nuk mund ta lejojmë që këto dyshime të bëhen publike, sepse ato do të dëmtonin autoritetin e partisë. Prandaj, unë urdhëroj që çdo dokument që lidhet me mendimet personale të shokut Kapo të vuloset dhe të mos hapet për 50 vjet. Ishte një urdhër I qartë, një përpjekje për të kontrolluar jo vetëm të tashmen, por edhe të ardhmen, për të siguruar që e vërteta për Hysni Kapon nuk do të dilte kurrë në dritë. Por e vërteta ka një mënyrë të çuditshme për të dalë në sipërfaqe, pavarësisht nga sa shumë përpiqen ta fshehin atë. Në vitet pas rënies së komunizmit, kur arkivat filluan të hapeshin, kur dëshmitarët filluan të flisnin, kur dokumentet filluan të zbuloheshin, historia e vërtetë e Hysni Kapos filloi të merrej formë. Dhe ajo histori ishte shumë më komplekse, shumë më errët, shumë më tragjike se ajo që regjimi kishte dashur të na tregonte. Kapo nuk ishte thjesht një hero, ai ishte një njeri I thyer nga pesha e zgjedhjeve të tij, një njeri që kishte luftuar për atë që besonte se ishte e drejtë, por që kishte parë se si ato zgjedhje kishin sjellë vuajtje për mijëra njerëz të tjerë. Ai ishte një njeri që kishte jetuar me frikë, me dyshim, me pendim, por që nuk kishte mundur kurrë ta shprehte këtë publikisht, sepse në një regjim autoritar, edhe heronjtë duhet të mbajnë maskën deri në fund. Por le të flasim për diçka që është edhe më e rëndësishme se historia personale e Hysni Kapos, trashëgimin që ai la pas për Shqipërinë. Sepse pavarësisht nga të gjitha kontradiktat, pavarësisht nga të gjitha vuajtjet, pavarësisht nga të gjitha gabimet, Kapo mbetet një figurë që nuk mund të injorohet në historinë e vendit tonë. Ai ishte njeriu që guxoi të flasë kur të gjithë të tjerët heshtnin, që guxoi të qëndrojë kur të gjithë të tjerët gjunizoheshin, që guxoi të thotë jo kur gjithë bota thoshte po. Dhe kjo është diçka që ne duhet ta kujtojmë, veçanërisht në kohët tona, kur shumë prej nesh zgjedhin heshtjen në vend të folurit, kur shumë prej nesh zgjedhin komoditetin në vend të drejtësisë, kur shumë prej nesh zgjedhin të harrojnë në vend të kujtojnë. Por a do të thotë kjo se ne duhet ta festojmë Hysni Kapon si një hero të pastër? Jo.
Sepse historia nuk është e bardhë dhe e zezë, historia është gri, plot me nuanca, plot me kontradikta. Kapo ishte një njeri që besonte se po bënte të drejtën, që besonte se po shpëtonte kombin e tij nga skllavëria. Por ai ishte edhe një njeri që kontribuoi në krijimin e një regjimi që shkaktoi vuajtje të pafundme për mijëra shqiptar. Ai ishte një hero dhe një bashkëfajtor në të njëjtën kohë. Dhe kjo është e vërteta e vështirë që ne duhet ta pranojmë, se njerëzit nuk janë thjesht të mirë ose të këqij, se edhe heronjtë tan kanë hije të errëta, se edhe ata që admirojmë kanë bërë gjëra që duhet të na bëjnë të mendohemi. Por le të flasim për diçka që rrallë diskutohet. Çfarë ndodhi me ata që ishin në atë sallë në Bukuresht, me ata që ulëruan kundër Hysni Kapos, me ata që kërkuan që ai të ndëshkohej? Ku janë ata sot? Çfarë mendojnë ata për atë që ndodhi? Disa prej tyre jetojnë ende dhe disa kanë folur për herë të parë në vitet e fundit. Një ish delegat nga Hungaria, i cili tani është 87 vjeç, tha në një intervistë të vitit 2001, kur Kapo foli atë ditë, ne të gjithë e dinim se ai kishte të drejtë. Por askush nuk guxoi ta pranonte. Sepse të pranosh se Hrushovi kishte gabuar do të thotë të pranosh se gjithë sistemi kishte gabuar. Dhe kjo ishte diçka që askush nuk mund ta bënte pa paguar me jetën. Unë kam jetuar me atë pendim për 50 vjet. Çdo natë, unë mendoj për atë moment, për atë zgjedhje që bëra, për atë heshtje që zgjodha. Dhe çdo natë, unë pyetem, çfarë do të kishte ndodhur nëse unë do të kisha pasur guximin të qëndroja pranë tij? Ishte një rrëfim i ndershëm, një pranime e vonuar e asaj që shumë kishin menduar, por askush nuk kishte guxuar ta thoshte. Dhe kjo na bën të mendohemi, sa njerëz të tjerë në atë sallë mendonin njësoj si Kapo, por zgjodhen heshtjen në vend të guximit. Sa mundësi të tjera për ndryshim u humbën sepse frika ishte më e fortë se e vërteta? Sa histori të tjera mbeten të pashpjeguara, sa sekrete të tjera mbeten të varrosura, sa zëra të tjerë mbeten të heshtuar për gjithmonë? Këto janë pyetje që ne duhet t'i bëjmë vetes, sepse historia nuk është vetëm e shkuara, ajo është edhe e tashmja dhe e ardhmja. Dhe ajo që ne mësojmë nga e shkuara do të përcaktoj se çfarë do të bëjmë në të ardhmen. Dhe këtu vjen pyetja e fundit, pyetja që secili prej nesh duhet ta bëjë vetes, nëse ne do të ishim në vendin e Hysni Kapos, nëse ne do të ishim në atë sallë në Bukuresht, të rrethuar nga 80 delegacione armiqësore, duke ditur se çdo fjalë mund të na kushtonte jetën, çfarë do të bënim ne? A do të qëndronim në këmbë dhe do të flisnim, apo do të uleshim dhe do të heshnim? A do të zgjidhnim guximin apo sigurinë? A do të zgjidhnim dinjitetin apo mbijetesën? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta, sepse ne nuk jemi në atë situatë, ne nuk e dimë se si është të ndihesh kështu. Por ajo që mund të bëjmë është të kujtojmë ata që zgjodhen guximin, të nderojmë ata që zgjodhen dinjitetin, të mësojmë nga ata që zgjodhen të flasin kur të gjithë të tjerët heshtnin. Pas rënies së regjimit komunist në Shqipëri në vitin 1991, vendi hyri në një periudhë kaosi dhe pasigurie. Sistemi që Hysni Kapo kishte ndihmuar të ndërtohej, sistemi që ai kishte mbrojtur me jetën e tij, u shem në vetëm disa muaj. Njerëzit që dikur kishin qenë në pushtet u gjendën të izoluar, të frikësuar, të pasigurt për të ardhmen e tyre. Disa u arrestuan, disa u dëbuan, disa thjesht zhduknin në errësirën e historisë. Familja e Hysni Kapos vazhdoi të jetonte në Tiranë, por jeta e tyre nuk ishte më ajo që kishte qenë. Ata nuk ishin më pjesë e elitës, nuk ishin më të mbrojtur nga shteti, nuk ishin më të sigurt se çfarë do të sillte e ardhmja. Dhe kjo ishte një ndryshim i dhimbshëm, një kujtesë e asaj se sa e brish është pushteti, se sa shpejt mund të ndryshojë gjithçka. Por çfarë ndodhi me ata që kishin qenë në atë sallë në Bukuresht, me ata që kishin qenë dëshmitar të asaj nate historike? Disa prej tyre vazhduan të jetonin në Shqipëri, duke mbajtur sekretet e tyre, duke mos folur kur hapur për atë që kishin parë. Të tjerë emigruan, duke kërkuar një jetë të re në vende të huaja, duke përpiqur të harronin të kaluarën. Por askush nuk mund të harronte vërtet atë që kishte ndodhur, sepse ajo natë në Bukuresht kishte ndryshuar gjithçka, kishte ndryshuar Shqipërinë, kishte ndryshuar jetën e tyre, kishte ndryshuar mënyrën se si ata shihnin botën. Dhe kjo është diçka që mbetet me ta deri në ditën e sotme, një barë që ata mbajnë në heshtje, një sekret që ata nuk mund ta ndajnë me askën. Vendi ndryshoi, por pyetjet mbetën. A ja vlente ajo që Hysni Kapo bëri në Bukuresht? A ishte dinjiteti më i rëndësishëm se mbijetesa? A ishte guximi më i rëndësishëm se urtësia? Këto janë pyetje që secili prej nesh duhet t'i përgjigjet vetë, sepse nuk ka një përgjigje të vetme të drejtë.
Historia e Hysni Kapos është një histori e zgjedhjeve të vështira, e pasojave të paparashikuara, e njerëzve që përpiqen të bëjnë atë që mendojnë se është e drejtë, por që nuk mund të shohin të ardhmen, që nuk mund të dinë se çfarë do të sjellë vendimi i tyre. Por një gjë është e sigurt, historia e Hysni Kapos nuk është vetëm historia e tij personale. Ajo është historia e një kombi të vogël që guxoi të qëndrojë në këmbë, që guxoi të flasë kundër padrejtësisë, që guxoi të refuzojë të gjunjëzohet. Dhe kjo është diçka që ne duhet ta kujtojmë, veçanërisht në kohët tona, kur shumë prej nesh zgjedhin heshtjen në vend të folurit, kur shumë prej nesh zgjedhin komoditetin në vend të drejtësisë, kur shumë prej nesh zgjedhin të harrojnë në vend të kujtojnë. Sepse historia nuk bëhet nga ata që ndjekin turmën, por nga ata që guxojnë të ecin vetëm. Por le të jemi të ndershëm, ne nuk e dim të gjithë të vërtetën për Hysni Kapon. Ka sekrete që mbeten të varrosura, ka dokumente që janë djegur, ka dëshmitarë që kanë vdekur pa folur. Ka pyetje që nuk do të kenë kurrë përgjigje, ka mistere që do të mbeten të pazgjidhura përgjithmonë. Dhe ndoshta kjo është mënyra se si duhet të jetë. Sepse historia nuk është një libër i mbyllur me një fund të qartë, ajo është një rrëfim i hapur, një diskutim i vazhdueshëm, një kërkim i pafund për të vërtetën. Dhe ne, si brezat që vijnë pas, kemi përgjegjësinë të vazhdojmë atë kërkim, të bëjmë pyetjet e vështira, të sfidojmë narrativat zyrtare, të kërkojmë të vërtetën edhe kur ajo është e dhimbshme, edhe kur ajo na bën të mendohemi për heroin tan. Sepse në fund të fundit, Hysni Kapo nuk ishte as një hero i pastër, as një keqbërës i ploll. Ai ishte një njeri me të meta, me dyshime, me frikë, por edhe me guxim, me bindje, me dëshirë për të bërë atë që ai mendonte se ishte e drejtë. Dhe kjo është ajo që ne duhet të kujtojmë, se historia nuk bëhet nga njerëz të përsosur, por nga njerëz të thjeshtë që përpiqen të bëjnë gjëra të jashtëzakonshme në rrethana të jashtëzakonshme. Dhe ndonjëherë ata ja dalin, dhe ndonjëherë ata dështojnë, dhe ndonjëherë ata bëjnë të dyja në të njëjtën kohë. Dhe kjo është e vërteta e vështirë që ne duhet ta pranojmë. Stimaj telespektatori, nëse keni ndjekur këtë histori tragjike deri në fund, shkruani në komente nga cili qytet jeni. Na është e rëndësishme të dimë se ku Hysni Kapo ende kujtohet. Dhe abonohuni në kanal për të mos humbur të vërtetën për idhujt e historisë.